Përshëndetje miq të RTS Korçës, mirë se keni ardhur në emisionin Thash e them sport edhe për këtë të njëjtë. Si gjithmonë me mua në studio është kolegu Petrika. Përshëndetje Enea. Kënaqësi që ndajmë bashkë këtë orar për të gjithë teleshikuesit e RTS Korçës. Shpresojmë të qëndrojnë gjatë gjithë emisionit në ekranin e RTS Korçës dhe të bëjmë pjesë e emisionit duke telefonuar në numrin tonë, të cili do të shfaqet pas pak në ekran për të dhënë të gjithë sportdashësit mendimin e tyre për çështjet e Skënderbeut, kombëtares apo çdo gjë tjetër që ne do diskutojmë. Duket që mezi Thash e them sport. Pritet të i ke me qef këto telefonata domethënë. Patjetër, e bëjnë emisionin shumë interesant, plus që fakti që ne na ndjekin pothuajse në të gjithë Shqipërinë, domethënë pavarësisht se jemi një televizion lokal, ne na ndjekin, ne na ndjekin të ndihemi më mirë. Patjetër. Edhe kështu që emisionit ton tani le të mirëpresim që në fillim telefonatat. Atëherë ftoj regjin të shfaqë në ekran numrin ton të telefonit për gjithë ata që duan të jenë pjesë e diskutimeve në emisionin Thash e them sport. Ti nxorë numrin, po puna çfarë do flasin? Pa din ata. Nisim ne. Ne nisim gjithmonë me Skënderbeu. Me ekipin e qytetit të Korçës, ekipin kryesor në fakt të gjithë rajonit korçar. Sepse është Skënderbeu, skuadra e lavdishme që ishte para disa vitesh, sot noton ujërat të turbullta dhe mezi po themi, po ngjitet në kategorinë superiore, po e vështirëson vetë apo tani javë pas jave. Shiko, kjo ndodh. Është interesante, nuk arrita dot të bënim diskutimin e parë sepse telefonata sapo ka mbritur në këto momente. E mirëpresim. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Urdhroni direkt në Përshëndetje. Do të jeni mik I emisionit apo telefonues I ri? Emisionit jam shumë të mrekullueshëm. Po nga la telefononi, kush jeni? Unë jam ajo Akimi nga Maliki. Unë jam në Tiranë, po unë jam Akimi. Është ndjeksi radhën e fundit sikur e te provën pak më apo. Te prova. Ai është ai. Erdhinat me atë zgudon, po më pari të bere gabim atë. Mirë, tani do flasim si qytetarë, kështu që diskutojmë për futbollin. Nuk ata le të bëjnë ç'të duan, s'na duhet gjëne. Mos më thuaj që ishe edhe në Gjirokastër tani. Po, në Gjirokastër. Po të gjë mua gjo. Lojtari më mirë në Gjirokastër ka qenë Ramosi. Me gafat e ti? Jo me gafa, jo se po mos e qenë ai. Jo, gafa ai do të vuri me pro Ramosi, që këte nuk bëjnë gabime. E mirë, dakor të, thash se e the lojtari më I mirë I Gjirokastrës, ndeshin me Gjirokastrën. Të dëgjoj unë. Jo, mi mirë I Skënderbeut, mi mbrojti mi mirë ka qenë. Okej. Mirë, faleminderit që na ndjek edhe faleminderit që na telefonon. Turojmë gjithë të mirat. Kishe diçka tjetër? Edhe kur të vinë vjerë, kur të vejtë Skënderbeu vjerë, unë me një vërtë. Se dëgjojmë. Është gjithmonë telefonues që nuk... Të vinë 150 veta me një të punë, sot a paguaj unë të punin të vinë vjerë. Ha të lumtë, okej, tani e bërë tamam. E më mire, ke dhënë njërë tjetër të ofertë. E kam dhënë edhe pja, po të vinë, e paguaj unë të punin me 50 vetë. Të vinë vjerë. Rëndësika... E rëndësishme është që ti e një tifoz besnik që ndjek skuadrën nga do, edhe plus kjo pjesa që... Ja pjedi atë Alberta Likon juve që ajo e gazetaj që ndjek Skënderbeun. Okej, mirë, të përshëndesim dhe do dëgjohemi sërish, besoj se ti e ndjekës I rregull, kështu që do dëgjohemi patjetër. Shiko, për të hyrë pak tek ndeshja e Gjirokastrës. Bëri ironi me Ramosin që tha ishte më mirë për shkak të gafave apo? Jo, ishte ideja këtu që faktikisht ndeshja nuk pati probleme sepse edhe ekipi Gjirokastrës nuk e zhvilloi dot ashtu siç I kishte planifikuar trajneri Devolli ndeshjen. Dhe nuk është se mbrojtja tonë bëri ndonjë gaf, Xhunfur ishte I pranishëm atje që bënte një dy lëvizje të gabora, madje shkakton dhe një faul në minutat e fundit të lojës, që për mua ishte në kufirin e 11 metrëshit, ishte pak naiv ai faul. Që nuk nxori kurrë domethënë. Pra, kështu në zhargonin popullor është kjo që thua ti, që ai lojtar është risk konstant që në çdo moment mund të bëj gafa. Nuk e kuptoj se si ky lojtar sa vjen nga
atje ku ishte, se normalisht ne kemi situar më përpara që ky është një problem i klubit ton që ikin lojtarët, vinë kur duan, vinë 2 muaj pushime ndërkohë që janë vetëm 3 javë. Vetëm këtu te ne ndodh kjo. Ndodh te Skënderbeu më. Mo edhe ekipet e tjera shqiptare. Jo, në kategorinë superiore nuk ka ndodhur asnjë tani të ik lojtari ty, edhe të vi pas 2 muajsh, edhe e bukur ashtu tani që me 2 javë, as 2 javë stërvitje ai. Ka pasur historikisht historira kur nuk e hapnin telefonin, pastaj riktheheshin. Ç'do me thënë kjo? Po kështu është në Shqipëri. Po pse si ndodh Tiranës edhe Elbasanit? Ka ndodhur më të gjitha. Nuk po them këtë sezon. Po nuk ka mund të ketë vite o tash. Po mirë, ndodh. Po na ndodhin çdo vit këto. Çdo vit kemi nga këto probleme. Tregon pa rregullsi në fakt. Ka diçka që shkon që nuk e kuptojmë, simi aty brenda për ta kuptuar, po as dua ta kuptoj fare. Për mua është mungesë profesionalizmi e theksuar. Tani vjen lojtari me as 2 javë stërvitje, formacion titullar. Do hynte që ndeshjen e parë. Xhunfur. Po. Formacion titullar, ai është po them rrezik konstant. Ai e fut titullar se s'ka kë fut, se mbleve 2 mbrojtësa, njërin e provove, fatkeqësisht ai nuk e nisi siç duhet sepse bëri një gabim. Pastaj nuk i dhe më mundësi. Dhe kështu ne do të shkojmë përsëri në dyshja Ramos Xhunfur në qendër të mbrojtjes dhe për mua rrezikojmë. Deri tani këta kanë dalë bast, jo vetëm këta, po gjithë ekipi. Deri tani jemi këtu ku jemi, mbase do të ngjitemi patjetër në kategori, por shiko ka një diçka të tillë e neja që ishte Kuksi, është Laçi, Skënderbeu dhe ekipi Pogradecit. Njëra nga këto, nëse gabon, atëherë kush do gabojë para, ajo do të dalë nga gara. Unë them që për shembull nëse gabon Pogradeci, del nga gara, se Kuksi dhe Skënderbeu shkëputen. Nëse gabon Laçi e ka Pogradeci dhe Skënderbeu shkëputet. Normalisht nëse llogaritin fitoret tona. Me laps dhe letër patjetër që kështu janë llogarit. Skënderbeu dhe një nga këto dy. Tani ne luajmë me ekipet e fundit. Ti më të avantazhuar mes Laçit dhe Pogradecit. Po, klasifikimi tregon Laçi, është 5 pikë larg. Po jo, nga loja që bëjnë? Laçi ka 10 fitore rresht. Që këtu nuk kemi më se çfarë diskutojmë. Jo, është Okej, tani të bëjmë nuk e di çfarë mund të sillim ndonjë gjë nga ajo çfarë se mua më pëlqen gjërat që nuk janë parë në televizor, sepse ato që i shohin gjithë, edhe nuk kemi çfarë analiza të bëjmë se janë specialistët ata që i komentojnë më shumë. Çfarë kemi ndonjë gjë nga kjo ndeshje Petrika që ti do ta ndash me ne sot? Çfarë ka ndodhur? Çfarë ndonjë prapas ken, ndonjë Jo, unë më shumë do ndelem te pjesa e lojës, domethënë një rezultat 3-0 për 0-3 për Skënderbeu, nëse shikon nga telefoni 0-3, po Skënderbeu ka bërë i ka mbytur. Edhe ka mbytur. Shëndetje. Sa bukur futet telefonata. Mirë, faleminderit. Nga po telefononi? Maksi nga Korça jam. Po. Maksi ç'kemi, si e? Se la formë në javën e parë që folëm se s'kisha besimin, po prap s'ka besim në këtone. Dhe nuk themi do ta mbushin mendjen ajo. Nuk themi do që do fitojmë. Kështu që s'ke as i gabim. Nuk ta mbushin mendjen me talere që ke një shans që fitojnë ata kohë. Nuk ata marmallat fare të tjerë. Nuk dëgjoj. Këta leçë për në superiore s'bën fare një. Po. Po këta duhet marrin topat edhe portën se ndaj kanë një efektuar fare fushën ta pikin fare se ata me trajner me kod janë këta blozë fare këta. Ashtu, mirë, ky është mendimi tënd, praktik. Jo, mendimi Maksit edhe ca shumë të tjerëve si Maksi. Jo se si duam me këta, se duam se unë kam, domethënë jam tifoz. Byrazene ka pasur basketbollistë, motra ka pasur voleybollistë, çuple kina basketbollistë. Familje sportistësh. Kam gjak me sportistë desha të them. Po nuk të kënaqen këta, nuk ke fikti si Korça. Tani jo, është shumë e vërtetë. Maksi, unë bie plotësisht dakord me ty që nuk shikohem fare. Mirë, po tani siç ka ardhur koha tani të shikojmë të ngjitemi në kategori edhe po tani kjo mbeti. Të ngjiten, po nuk e di s'kam shumë besim në këta vetë. Jo, për të ngjitur dëgjoj. Të kënaqen me gjë të bësh tifoz tamam për këta, më kupton. Tani nuk për pjesë të kënaqemi, kemi fitur mendjen që në fillim të sezonit ne që do kemi lojë të bukur. Po tani të paktën tash po dolën ta do të vënë mendjen tash. Këtu është muhabeti që të ngjiten edhe të blejnë lojtar. Të blejnë lojtar për sezonin tjetër se ky sezon vate. Aty mos vjen vetëm 2-3 kokra, hajde, që themi 2-3 kokra po. Po. Nuk jam për mashallah. Naseri, po edhe Naseri s'jam mbush mendjen Petrikës. Po, unë dëgjova atë që aty po mirë për momentin hajde i doli golli edhe ata ne i morën për të mirë ata, siç që bën nga një gol që justifikuan veten, nuk kupton ata. Mirë, golat e tyre do mbase vinë më vonë, po që
Momentalisht nuk është se kanë. Jo, s'po tregojnë asgjë. Kjo është fakt. Duhet bëj diferencë. Nuk që ne kush e di Gjirokastra, mos as mos qesh shumë mirë Gjirokastra. Meqense me zor fitoi Laçi në Gjirokastër. Kjo Laçi, Gjirokastra në atë që bëri barazim, atje që fitoi pastaj Laçi në Laç. Edhe thash unë do ishim mirë ta Gjirokastra, por këta më Laç fatin që Gjirokastra. Shiko, tani normalisht Gjirokastra një ekip për të rënë nga kategoria, kështu që nuk është se pret ndonjë diçka të madhe, po edhe ne na doli pak loja atë ndeshje. Po mi më dakord, po këta dëgjoj. Këta sa vite kanë qenë bashkë? Lojtarët? Po viti 3 po. 3 vjet kanë. 2 vjet, 3 vjet lozë tash i që e mirë atë lojën, më ku do të pasojë, se ku do të e ndjekin atë njëri tjetrin. Që mos e rrotullojmë. Maksi më fal, që mos rrotullojmë kot muhabetin tek e njëjti vend. Shkurt muhabeti tjetër që sa hapet telefoni. Këta nuk janë edhe aq për tu parë, aq të bukur për tu parë këtë sezon. Kështu që dëgjoj. Të mjaftohemi vetëm me ngjitjen. Po, dëgjoj këtu. Sa i do që janë këto emocione, këta do të kritikosh, kot nuk se i kritikuam ne dhe e vun ujë në zjarr ata. Po mirë, po kur e kritikon tjetrin dhe me i vene duke ato gabime që apo i vene ati vend ta se dim. Mirë, Maksi sepse kemi më duket një tjetër telefonat, kështu që duhet të japim gjithë të mirat. Shëndet. Për të shkuar dhe njërë te loja në Gjirokastër. Ekipi Gjirokastër po bën një lojë solide deri në minutën e 30 mos gaboj, ku bëhet një gabim. E nisën mirë domoshta. Po, ku bëhet një gabim nga mbrojtësit e Gjirokastër, përfiton Nasër, shkon vetë për vetë me portierin godet dhe shënon, ndërkohë që lojtari tjetër. Si komente vere. Jo, po ishte lojtari tjetër e priste për të pasuar, nuk pasoi. E kuptova. Nuk pasoj shënoj gol, fati që shënoj gol sepse do flisim ndryshe sot. Pastaj në pjesën e dytë përsëri mundohet ekipi i Gjirokastës për të bërë një lojë të bukur për të arritur për të shënuar. Nuk kishte fuqi, bën një gabim në mbrojtje, i del topi Beshirajt aty dhe loj fëmijës për të çuar topin në rrjet. Pastaj në minutën e fundit kish marruar çdo gjë, Gjirokastra ishte dorëzuar dhe kështu Skënderbeu fiton. Nëse po thoja që nëse shikon nga flash score një rezultat 0-3 dominim, jo, nuk ishte dominim, ishte një ndeshje e luftuar nga Gjirokastra, por me aq cilësi sa ka. Dhe ne normalisht Maksimo nuk ta mbushin mendjen. Jo, po flisem për Gjirokastrën. Aq cilësi sa ka, nuk mund të bënte dot më shumë. Kjo është ekip në kategorinë e parë që prap janë fund tabele. Çfarë shikoj? Kemi telefonat. Po, e kemi, ndërkohë unë thash. Alo, urdhroni. Ani, te kaloni mirë. Përshëndetje Ani. Ani u bëre ndiks edhe telefonues i rregull tani. Ja, po. Kishte ndonjë gjë specifike ku doje të ndalesh? Po. Ne na kanë zemra dhe jemi me Skënderbeun. Pavarësisht që neve bëjmë kritika se nga ky ekip duam më të mirën, më kupton? Dhe ne tani të kënaqemi të marrim 3 pikëshin edhe po edhe kritika që bëjmë për të mirën e tyre, domethënë që ne duam të shikojmë lojët, domethënë atë që ta fitojmë tamam, kur i thonë jo të ri me zemrën në dorë që do merre 3 pikësh apo do merre 3 pikësh, do merre fitoria apo jo. Po patjetër që kjo qëndron. Mirë Ani, të falenderojmë shumë për telefonatën. Edhe që do jemi në Super League, kjo s'ka diskutim, edhe kjo duket që ka marrë. Edhe mira unë them se do vinë, më kupton, do vinë. Shpresojmë dhe ne shpresojmë. Mirë Ani, të falenderojmë. Gjithë të mira. Kaq ishte sa i takon të pjesës së ndeshjes në Gjirokastër. Nuk kishte më asnjë episod. Skënderbeu vjen me 3 pikët dhe tani do të bëhemi gati për ndeshjen me Skënderbeu dhe Lushin. Okej, para se të kalojmë tek ndeshja e radhës, mund të më shpjegosh pak me atë që mendon ti, sipas mendimit tënd gjithmonë. Pse kjo luhatje kaq e fortë e ekipit këtë sezon? Për shembull, të gjithë edhe nëse e mban mend, edhe telefonuesit e emisionit të puntatës të kaluar, thoshin që do të jetë shumë e vështirë që Skënderbeu të fitojë në Gjirokastër. Madje edhe ne parashikimet barazim sikur i bëm, nëse më kujtohet. Domethënë gjithë ishim me një gol diferencë ose me një gol diferencë. Ishim të mendimit që do të vuante Skënderbeu dhe kur pikërisht jemi të këtij mendimi, ndodh ajo që na po themi na i zë fjalën në fyt dhe Skënderbeu shkon dhe fiton me lehtësi. Po kemi. Po që pse ndodh kjo? Do të ta shpjegoj pas telefonat. Okej, më e mend. Alo, Mirëmbrëma, urdhroni, nga na telefononi? Unë me koqa po telefonë. Nea, Petrika, mirëmbrëma, si unë bëjmë. Po, ne jemi, po, mirëmbrëma. Është tifoz i rregullt. Tashi duhet të bëj një si thashë themi, si është emisioni. Po. Kemi dëgjuar që do vi Manja, president.
Jo, nuk është e vërtet. Do marrë o Tiranën ose Skënderbeun. Ja futin kod. Jo, të ta shpjegoj unë. Po, faleminderit. Gjasat janë që mane të marrë ekipin e Tiranës. Dhe jo ekipin e Skënderbeut. Jo Skënderbeun. Jo, sepse luhen disa, si të thuash, luhen disa fjalë të tjera ose biznese të tjera që unë lëloj paraja dhe Zamir Mana është një investitor shumë i suksesshëm, kështu që e di çfarë po bën. Por kjo nuk do të thotë që Tiranën dhe nëse merr Mane, normalisht do ketë një ngritje nivelit asaj, por nuk do të thotë që do të ketë para pa fund ose shpenzime pa fund, sepse gjërat rregullohen me kalimin e kohës. Po mori Tiranën le të bëj si doj, po te Skënderbeu. Ti më fal zotri do ta doje të vinte Mane te Skënderbeu apo mirë kemi takë. Natën të vinte, natën, jo ditën, po natën të vinte. Edhe, ore ashtu të firmostim ne, e firmostim që tani që të vinte ai, se ishte garanci po. Se ky titris po e marrin vesh tani, është garancia apo s'është ky se. Se dim çdo bëj. Se dim çdo bëj. Ai ka parata si ka, ç'të flasim këtu tani. Po të lutem, çfarë pret nga ky tjetër ti? Çfarë pret? 10 dënim Skënderbeu. Bëri një përçapje të faresh e dënimi? Asgjë. Apo nuk, po kur s'ke çfarë i bën s'ke asaj, çfarë ti bën te dënimit ai? Bëri përçapjen ai. Po për stadiumin, pse u anulua? Se ka fajin ai këtu, nuk e ka fajin ai këtu. Nuk e ka fajin ai. Jo. Nuk u interesua fare Petrika, nuk u interesua, nuk gjeti firmën ndërtimi. Po se gjeti, po nuk e ka ai për detyrë të gjej. Shko, unë jam disi me ty, nuk është se kam një simpati shumë të madhe për presidentin. Mirë po, nuk mund të flasim për gjëra të cilat nuk i ka patur ai në dorë. Nuk i dim këto gjëra se si funksionojnë. Stadiumi Jo, stadiumi se kishte ai në dorë. Stadiumi ishte kompleks investimi. Ja ta shpjegoj edhe pjesën e stadiumit. Tani, stadiumi kur bëhet në botë, fillohet dhe bëhet një stadium. Tani këtu kërkojnë të bëjnë stadium edhe 6 pallate, 2 lokale dhe 3 hotele. Një kompleks. Tani, në kompleks me një qytet që është asë 30.000 banor dhe një kompleks i tillë, një u bë aty lart te Belvedere, të bësh edhe një tjetër këtu. Ai që do të vijë të investoj thot po dale se ku do fitoj, çfarë do bëj? Dhe kështu s'kishte firmë ndërtimi. Ai që dhe mbetej dhe pezulli dhe stadiumi. Tani ideja është këtu që s'duhet të funksionojë në këtë mënyrë. Shko, bëj projektin për stadiumin. Ngrije 5 shkallë, bëj ato çfarë ke për të bërë, bëj stadium, jo, më bëj mua kompleks, si të vi investitori ose bashkia, nëse duhet ta bëj, bëj bashkinë. Po janë të shetat e tyre pastaj decidimin. Po të kupton shumë mirë. Prandaj po them që janë ca gjëra që si ka presidenti në dorë. Ashtu është Petrika. Se stadiumin e ka bashkia, nuk është pronari i stadiumit presidenti, kështu që s'ka gjë në dorë ai. Nëse Petrika ti lutem, dëgjoj një vëlla. Të paktën 100% jemi, po 99% jemi për të hyrë superiore. Po patjetër mo, patjetër. Kjo punë ka mbaruar. Le ta përforcoj këtë. Jo këtë që ka. Çfarë? Këtë mbaj nga këto që ka. Përveç Naserit. Petrika dëgjoj. Përforcime të bëj, po për të mbajtur le të mbaj dip gatore, se janë dip gatorinj ata do bëjnë, Petrika do bëjnë dip të mirë ata. Po le ta përforcoj si në mbrojtje, si në mesfushë, si në sulm. Po pak të Naseri që po shënon çdo ndeshje. Okej, ai po kalon nivelet. Mos ai shesë si çka dalë Rashica e të tjerë. Tani nëse hym në superiore dhe jemi për në Europë, logjikisht nuk duhet të shesë. Nuk duhet po pse i ka shitur të tjerë. Po i ka shitur se ishte ky muhabeti dënimit edhe hajde mundojmë ta justifikojmë. Këto janë muhabete që janë të thella, po themi po edhe nuk kemi shumë në brendësi, nuk kemi. Mund të flasim me siguri. Ai ti nuk i vjen te Skënderbeu, Petrika, nuk i vjen te Skënderbeu. Skënderbeu e dy për interesin e tij personal. Pik. Po, mirë, ndoshta edhe ashtu. Edhe ashtu. I ka dhënë shanjat që më përpara. Çe diskuton? Nuk kam të thash. Skënderbeu, ditë për ditë, turp i veut si president. Të thash simpati nuk kam, por akun, ja, domethënë atë që meriton, duhet ja japim. Sikur e ka mirë me Dukën, sikur e ka mirë ka shoqëri me Dukën. Të shikojmë tani do t'rregoj çdo gjë futja në superiore dhe çlirimi nga dënimi. Kjo do t'i tregoj të gjitha. Deri tani unë nuk mund ta kritikoj presidentin, sepse normalisht do nxirrte edhe ai fitimet e veta, në kohë që ne nuk fitonim dot as nga UEFA as nga pjesa tjetër që bën donacionin. Ka një logjik. Ka një logjik patjetër. Më fal. Vjen fitime, po jo ta shkatës. Se ta shkatës skuadrën. Po nuk e ka shkatruar ai, aty po e mban, mirë po e mban. Shiko, po e mban bashkia, po e mban, nuk e mban ai.
Mirë, të dy bashkë, edhe bashkia po e ndihmon, më patjetër. Shkojnë 400 milion lekë. Nuk sezon asgjë. Okej, mirë. Nuk sezon ai, rogat po e bashkia. Mirë. Okej, të përshëndesim tani dhe shpresojmë të dëgjojmë sërish. Nuk kemi budallëne. Shpresoj të dëgjojmë sërish, shiko. Ka një farë. Jo, mo ka të drejtë ai, nuk është se nuk po gja se ai vazhdon ta ndjek, nuk po gënjen fare. Rrogat disa prej lojtarëve kryesor të ekipit rrogave ja u jep bashkia. Mos e them shembull të gjitha sepse është një buxhet prej 400 milionë. Po, dhe desha të thosha që lojtarëve kryesor ju jep shtesë dhe klubi pastaj për t'ju plotësuar shumat e kërkuara. Nuk e di se bashkia s'merr gjë mbrapsh. E kupton? Po prapë. Këta japin. Po këta i shfrytëzojnë tani nuk e di dalin. Tani shiko, këto janë mirë, thashë theme, bëjmë, po këto janë kur nuk kam informacion nuk dua që të flas me. Jo, as ne flasim, po që di se si funksionojnë. Këto janë, shiko, e di si që ne nuk kuptojmë ndonjë gabim që po flasim sepse. Jo, gabim, po nuk di si funksionojnë dhe ku shkojnë, kush merret, kush. Ja të them diçka që mos ndoshta hym në linjë. Këto biseda ose këto muhabete, si të duash ta quajmë, këto i bën gjithë qyteti. E din si funksionojnë gjërat. Dhe po them, bashkia ka të ezauruar fondin e saj, janë 400 milion lekë që shkojnë për ekipin e Skënderbeut. Në 400 milion lekë mund të dalin këta lojtarë që ke marrë ti, dalin edhe të projnë themun në pjesën e rrogave. Nga një rrogë secili. Patjetër. Kështu mendoj unë. Tani është e vërtet këta që tifozët presin për nga presidenti. Është momenti vitin tjetër, prapë ne nuk do të themi. Atë do thoya që mos ta ndërpres. Ti do të tregosh veten. Tani në shkurt të 2027-s dënimi përfundon. Përfundon në vitin e ardhshëm luajnë. Kështu që në maj që përfundon kampionati, nëse Skënderbeu zë një nga vendet e po jo se s'bëhet kështu. Po nuk bëhet kështu llogaria. Llogaria bëhet tani ore. Këtë po them pra, ti lejohesh. Baron hym në superiore, fillojmë. Po këtë po them pra, ja ta mbaroj mendimin, të lutem Petrika. Në maj ti lejohesh që të luash nëse je në një nga 4 vendet e para të klasifikimit. Kështu që automatikisht ty nuk të pengon asgjë që sot të nisësh dhe të mendosh për majin e vitit, jo këtë maj, se ky maj do një muaj të vi dhe nuk luajmë dot se si jemi aty, por majin tjetër ne lejohemi. Ne lejohemi patjetër. Një vit fiks, përgatitje, angazhime, blerje futbollistësh për të ndërtuar një skuadër të madhe që të fillojmë përsëri aventurën europiane. Pra këtu mund pse s'po ndodh kjo? Pas kësaj shko, në momentin që do të vi maji dhe mbaroj kampionati, këtu duhet filloj ajo qyteti, filloj presidenca punën. Nëse presidenca ka akoma ose fillon kursen ose nuk shit njëri bli gjysmën nuk arritet nëse e shikojmë që nuk ka brumë për kampion ose për vend të katërt ose për Kupë Shqipërie, atëre po që mund të gjykojmë presidentin. Deri tani, jo unë, as ti, as opinioni, as gazetar, as njeri, nuk mund ta gjykojmë presidentin, i heqim nga pelen. Sepse e mbajti. E mbajti 10 vite, sakrifikoi, pavarësisht çdo gjë bëri shumë gjëra, domethënë që e mbajti. Mbase ka fituar, këtë e dim se unë ta them se ka fituar në pjesën e shitje lojtarëve, patjetër ka fituar. Tani shpresojmë që ato lekë zotëri që kanë nga Safort, merri tani dhe tani s'të pengon asgjë, sepse tani është ideja këtu që dhe këti intereson të investoj, sepse po dole në Europë, fillon bushet prapa ajo. Është drita dhe Shkëndija që po fitojnë. Kaluan edhe turin e grupeve ata, kështu që vazhdojnë fitojnë miliona. Tani sot është mundësia aq e thjeshtë sepse është Conference League. Po pra, është shumë e thjeshtë të bësh pjesë e Conference League sot. I kalon fazën, madje unë them që dhe një nga këto ekipet shqiptare mundet të hyjë si vje. Kam një ndjesi, mbase të pristin e një vit sa aty që të hynim ne, do ishte gjë e bukur, po tani mund të futet këtë vit, mund të futemi edhe ne vitin tjetër. Për shembull, edhe thashë them tjetër te Partizani ka një kështu. Sepse kemi telefonat. Ka një si kërcënim nga presidenti që nëse nuk zem të katër sym në Europë, jemi për faliment. Do shpall faliment. Jo, domethënë fjalët funksionojnë kështu, domethënë dalin në këtë lloj forme, po ka risk të madh sepse lekët e Europës mbajnë shumë klube. Kjo është ideja. Tani kemi tjetër telefonat dhe do ta mirëpresim. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga telefononi? Unë jam Shkëlqim Duzha nga Fieri. Po kam me shpingan që jam tifoz e Skënderbeut. Shumë mirë. Po një sugjerim do të idem. Mos u mburri me kaq vru. Se në qofë se ju nuk kini investime për letar tjerë, jemi të ronë mot. Po ne s'po mburemi fare. Ne nuk po mburemi, po themi atë që... Madje ne po e kritikojmë ekipin e qytetit tonë. Atëre e kthej.
Megjithatë duhet një investim shumë i madh. Duhet një investim i madh dhe ne këtë themi. Ekipi në këtë moshë kam tash, në këtë moshë jam 65 vjet. Ka marrë edhe në kohë që kam para ekipin, mua nuk më duket në ekip kush e di. Po jo, nuk është se të duket, nuk është ekipi fare në atje ku duhet jetë, se është ekip i kategorisë së parë. Po s'ke çaj shikon fare këtë sezon se kanë bërë një lojë të bukur s'kan. Ore vetë edhe drejtuesit e klubit e të gjithë menadë këtë sezon nuk e kanë vlerësuar fare dhe ata presin mbaroj ky sezon të ngjitemi të mbaroj ky muhabet kaq. Inshallah ashtu që unë atë desha, po do të shumë kujdes. Ashtu është po. Mirë, kemi emisione tjera. Falë për qeftime, në? Jo, faleminderit juve për telefonatën. Na telefononi nga Fieri, por ne është kënaqësi e veçantë. Shëndet, faleminderit shumë për telefonatën. Qofse kemi telefonat tjetër, e futim dhe këtë sepse jemi në fund të kësaj pjesës së parë. Një parashikim për ndeshjen me Lushës Bodmë më thashë theme për presidentin. Do t'i shikoni. Ti ke qef, më duket se ishte komote kjo pjesë të pëlqen të flasësh pak edhe për këtë. Prandaj më ke marrë mua këtu ti tani që unë të flas të bëjmë thashë themeve. Okej. Jo, po kur është fjalat e presidenca, keca gjëra që i kam unë patjetër un kam shumë. E disa shumë gjëra kam unë që mund të them, sepse ashtu si tifozët flasin, unë nga tifozeria vi. Po. Tani jam këtu ku jam. Me thamë do ta mirëpresim me telefonat tjetër, kështu që alo. Përshëndetje Petrika Spartaku, Kolonja, ju përshëndes të dyve. Përshëndetje Spartak, si e? Tash me ki e tifoz ti Spartak, me Melesinin apo me Gramozin? Dëgjoj tani, unë kam qef që të ngrihet edhe ekipi i Melesinit, por edhe me Gramozin. Haroje ekipin e Melesinit, nuk ka kushte. Dëgjoj, paraja nuk mungon në Leskë, e di dhe vetë ti, jo të mbajt Tirana, por edhe ekipi Partizanit. Ku ka para në Leskoviko? Ku janë këto para? Ku janë se Petrika shkon për ditë dhe s'po i shikon? Ku janë këto, si di? E shikoj Petrikën kur ka lënë në gatërin në Borovë, të takoj atje në gatërin. Po takoj, bëj prit. Ore, shiko, sot do të ta marr numrin të premtoj dhe do të takoj në Borovë. Dëgjoj, shënoj. Do ta shënoj pastaj më hap regjia, mos ki merak. Mos ma jep live. Spartak, të përshëndesim. Edhe juve. Spartako nuk e lam të fliste për Skënderbeun, po është me Gramozin edhe me Melesinin, është për të dyja. E kemi pyetur për ç'bëhet nga Gramozi, ç'bëhet këtej. Edhe do ka dhënë përgjigjen tha, është qetësi tha, po do vinë po. Do shpërthej diçka. Qetësi dhe frikë e madhe. Po, kështu tha. Po mirë, po kurse, vitin tjetër tash, sezonin tjetër. Po ne çefi do na bëhet të ngrijë niveli i ekipit të Gramozit, mos është se ka i ka. Mban mend 2000 vitën, mos sa ishte ajo. Çfarë nuk vjen më ajo kohë. 2009 am duket se ishte. Nuk vjen më ajo kohë, po shiko sot po të them këto kushtet ekipi i Ersekës i ka të mira me pak investime. Me pak investime mund të bësh diçka, po puna është që për kë po e bën? Po nuk shkojnë, është e vështirë të shkojnë futbollistët. Megjithëse tani qytet me 5000 banor, futbollistët mund të jetojnë në Korçë dhe shkojnë luajnë te Gramozi. Tani Erseka llogaritet më lagje Korçës është llogaritet me Erseka. Jo, as 20 më. Kështu që mirë, okay, tani e mbyllim këtu diskutimin për Skënderbeun. Unë do kërkoja vetëm një parashikim të fundit nga Petrika për Skënderbeu Lushja të shtunën. Tani nuk je edhe aq i zoti me parashikimet. Shiko, jo, disi është problemi. Është ndeshja Atletico Bilbao Barcelona, të them që ideja është anon në Barcelona do të fitojë. Tani këtu, ndërsa te Lushja Skënderbeu, unë të thash për Skënderbeun të luaj me kë ekip të doj, unë nuk them dot që Skënderbeu fiton, ose nuk them që Skënderbeu e ka fituar, Në atë gjendje është skuadra tani. Nuk ta mbush mendjen. Nuk ma mbush mendjen mua. E kuptoj. Dhe unë them që Skënderbeu do fitojë me vështirësi, nuk e di. Pas minutës së 80. Mund mos fitojë, nuk i dihet fare. E kuptova idenë. Edhe me Lushtin që është në ditë më të vështira. Nuk po bëj fare parashikime, kështu që të presim të shtunën se si do dalë ndeshja e radhës së Skënderbeut që çashtu çal po shkon drejt kategorisë superiore këtë sezon. Tani do ta ndërpresim vetëm për pak çaste publicitet emisionin dhe do të rikthehemi pjesën e dytë ku do të flasim për kombëtaren dhe për futbollin evropian. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe tani gjithë fokusi do të kalojë tek kombëtarja shqiptare. Jemi zyrtarisht në muajin mars,
ku në fund të këtij muaji, ditët e fundit të muajit, kombëtarja shqiptare do të zbresë në fushë. Praktikisht 21 ditë larg. 21 ditë nga sot, 26 është ndeshja e parë me Polonin, kështu që vetëm 21 ditë na ndajnë nga ndeshja vendimtare. Ne edhe një emision kemi kështu dhe pastaj do ta kemi gjithë emisionin vetëm për kombëtarë. Patjetër, sepse emocionet sa vjen dhe shtohen, patjetër që përgjegjësia është e madhe. Nuk kemi kualifikuar kurrë në kampionatin evropian dhe do të ishte botëror. Në botëror dhe do të ishte diçka historike për gjithë kombin shqiptar. Jemi kaq pranë, nuk kemi qenë asnjëherë në play-off, kështu që është një ëndër që po e prekim dhe shpresojmë që ta arrijmë. Petrika, si duket gjendja e ekipit kombëtar? Po themi tani gjendja e ekipit kombëtar jo në përgjithësi, e lojtarëve që e përbëjnë, po themi, informacionin titullar që pritet të jetë në ndeshjen e Polonit. Mirë, them që edhe numri të vazhdojë të qëndrojë në ekran, që sepse edhe tema e kombëtares është interesante. Dhe patjetër që mund të kemi mendime. Unë ta nis me një dhimbje koke që ka patur trajneri Silvino, sepse normalisht me gjas nuk do të ketë Armando Brojën në ekip. Dhe ajo që ne nuk donim të ndodhte, një dëmtim i Brojës që sa e mori veten e humbi prapë vendin titullarit, pastaj shkon edhe vazhdon të jetë i dëmtuar akoma. I dëmtuar, mbetet gjithmonë jashtë skuadrës së përderisa nuk është kthyer akoma me skuadrën e tij. Edhe gjasat janë që dhe këtë javë nuk do të jetë prezent tek ekipi, pastaj mbase fillon rikuperimi, po do të jetë jashtë forme. Do të jetë jashtë forme, domethënë ky problemi me Brojën po bëhet një gangrenë e madhe për gjithë ne. Kalo muaj, kalo vite edhe prit Broja sot. Gjithmonë kështu po shkon, nuk e di tani se si do të shkojë halli i Brojës, por që nuk ka gjas që të jetë prezent në ndeshjen me shumë ndoshta do të jetë i grumbulluar, po se di tani varet nga dëmtimi se si ishte delikat. Ai duhet të rikthehet një sa më shpejt. Duhet të rikthehet javës tjetër, me mos gaboj. Ideja është edhe që këtë javë mund të jetë i gatshëm. Mirë, po nuk ka akoma atë gjendjen fizike. Dhe besoj se javës tjetër mund të jetë rikthehet në stol në ekipin e tij dhe mbase edhe dëmtimi shkon më mirë. 21 ditë i thon 3 javë fiks. Po. Kështu që nëse ai kthehet javën e dytë, patjetër një javë 10 ditë kohë nuk e ketë në dispozicion për dhe të jetë paktën i grumbulluar. Po, të jetë i grumbulluar dhe ne nuk mund të them që edhe nëse ai është, prapë ne nuk e kemi luksin që atë ta lëm në stol. Kështu që ose edhe është në luftë me kohën Broja. Edhe më interesante do ishte që të futesh edhe si zvendësues në pjesën e dytë Broja, sepse është një lojtar që ka shpejtësi dhe mund ta shfrytëzonim dhe shpejtësinë e tij në pjesën e dytë, po themi minutën e 65, 70. Nuk e kemi luksin ta lëm në stol. Un prapë me këtë jam, edhe një javë të kthehet ai javën. Po jo, mirë, nuk e kemi luksin. Është një lojtar tjetër që po shkëlqen aktualisht në kombëtaren shqiptare, domethënë nga kombëtarea shqiptare dhe është Enes Muçi që mund të mbështetemi plotësisht te ky futbollist në këtë ndeshje. Enes Muçi nuk është një sulmues, qendër sulmues i pastër, është një As Broja po luan si qendër sulmues, po e luan disi pak më trequr. Jo, te kombëtarea mbase duhet një nënç dhe ai do të jetë gjithmonë ai Reiman, ai po puna. Pa i kur ai nuk e ka. Nuk, gjithsesi Ernest Muçi është kandidatura perfekte që të jetë dhe pse jo dhe në formacionin titullar, është një njohje e Silvinos, e ka patur në Europian, nuk e ka preferuar në vazhdim, e la jashtë tani do ta marr sërish sepse nuk ka ku shkon, është lojtari më në formë bashkë me Anis Mehmetin, i cili ka një thashë them, sa duket kemi telefonat. Okej, kemi telefonat. Kish Muhamedi nga Korçë. Alo. Ja, gabova. Mos po i para. Përshëndetje. Alo. Mirë mbrëma, na Vlora flas. Jam Vlonjati, u përshëndet tuve. Çimi nga Vlora. Si jeni? Çimi jam nga Vlora. Si jeni? Mirë. Ha mos gëlqim. Mirë, me shëndet, mirë. U shkëput flamurtari nga fundi. Po ai mbaroi flamurtari, mos ma zë me flamurtari. Mos zënë do e ka, no. Fol për kombëtaren, shumë mirë. Ku që zingelesh prap? Dëgjoj tani. Kombëtarja. Ka mendimet e mia, kam dy fjalë për të thënë. Po. Kombëtarja kur bëri me Serbin edhe me Grekun nuk harron për të rjetën. Po. Për të rjetën, futboll që kishte kombëtarja në atë kohë, aska për të ardhur në sa të jetë jeta më. Në cilën kohë? Me Grekun. E dyta. 2004. Inshallah Zoti i Madh se futbolli ka të papritura. Una kam qejf të filloj në Shqipëria, të fitoj Shqipëria. Po nuk është Shqipëria e parë të keqen vaj, u a theme si njërdet të. Pse? Se pjesën e para ta nuk lozin mirë, nuk e di, nuk kanë, që kur kanë a ingrëshk, që kur i kap na njëri peng na këmëm. Qimi, sot... Edhe nuk kanë atë të lojë. O Qimi më falë. Pjesën e dytë, ata kujtojnë në fund fare, kujtojnë kur lozin. Qimi më dëgjo pak. Nuk e kam gabim, as e kam gabim, Jo, shiko, unë mendoj që e ke gabim.
E kam gabim. Se kombëtarja sot është në ditë shumë më të mira se sa ka qenë në vitet 2000, 2004, 5, 6, 7 dhe me radhë. Ka qenë, kombëtarja ka qenë, nuk e pranoni këtë që ka qenë më mirë atëre ku ishte me Serbin. Jo, nuk e pranoni, është tani më mirë. Është tani se edhe tregon edhe fakti që po kualifikohet në Europian. Po më mirë është, normalisht që është më mirë. Nuk e di, jo sa su kërkoj falje. Jo, mos kërkoj falje. Me atë ekip ti nuk ka pe as Europian as botror. Nuk vinë më, po ta the me sinjeritet. Kush për shembull, Ervin Skela? Se ke vlonjat. Unë po të me njerë, unë fjova televizorin, kur ka fituar me Serbin. E po mirë dakord, e. Fjova televizorin, sashore, unë se na qefi. E fjova, nuk vinë më. Isha Allah, o zoti mas, fitofshin. Kur fituan me Greqin, do të thuash ti? Po me Greqin edhe me Serbin. Po Serbin, batë më për Serbin. Po, pra po. Po, Çimi, mirë mo, shiko, mendimet janë personale o Çimi, kështu që ne nuk kemi çfarë themi, po ne mendojmë që... Jo, unë them, inshallah, o zoti i madh ka parë futbolli, po që po them që nuk janë si ato dy ndeshjet, nuk janë. Se pjesën e parë ata nuk e di çfarë kanë pjesën e parë kur fillojnë lotin. Nuk e di sikur u pengon ai diçka. E kanë luatje kanë gjatë gjithë 90 minutave. Pastaj kanë minuta që nuk ka të bëjë me dinamika të ndryshme. Jo, nuk e ke gabim, ke mendimin tënd, patjetër. Natën e mirë gjumë të ëmbël, u dëgjofsha të mirën. Faleminderit. Natën Çimi, shëndet. Nuk e ka gabim, ore, ai është ndoshta është pak si mua, tip nostalgjiku që... Ore, kam një pyetje për ty unë. Pse? Do të vënë te nostalgjia. Ti do të dalim aty se aty ti je i fan i këtyre i futbollit 2005, 2010. Ja, shumë. Pse ne kemi ekipin më të mirë tani se sa në ato vite? Po jo, unë flas për futbollin në tërësi për vitet, nuk flas për skuadra specifike. Ke skuadra për shembull që sot janë shumë më të mira, për shembull Manchester City është super sot se sa në 2005, që binte nga kategoria në Angli. Kështu që normal për ekipet e caktuara. Jo. Për nivel futbolli, vitet po patjetër se futbollistët, klasi që ka qenë, ose thjesht niveli i lojtarëve që kanë qenë ato vite, nuk krahasohet me lojtarët e sot. Merri 1-1 po të duash. Hajde marrim 1-1. Merri 1-1 sot. Yamal edhe Ronaldinho me që tifozi i Barcelonës. Kush është më mirë? Ronaldinho. Pse ideja ashtu tani që Ronaldinho unë jam bërë tifoz i Barcelonës. Po jo, s'ka nuk ka problem. Akoma, shiko, Ronaldinho, Yamal i ka mundësi. Yamal është 18 vite dhe po bën çuditëra. Erling Haaland apo Ibrahimovic po ta marr. Pra megjithëse Ibra lojti dhe vonë. Erling Haaland. Mi mirë se Ibra, po fitoi Champions League. Po mirë, Ibra nuk e ka fituar Champions League, po kur do që ka vajtur ka qenë bish. Po çfarë në rregull, po nuk ka arritur dot të marrë Champions League. Shiko, sulmues ka libri që kampionate në Francë i marrim edhe. Nuk është talent mi mirë se Ibra, flije mendjen tash, nuk e di, nuk ti ke mendimin tënd, prap nuk të ndryhe, kupton, është me çështje preferencash kjo gjë petri. Mirë, nëse vazhdom, shiko, unë mora dy lojtarë. Ibrahimovic ka 395 gola në karrierë, mos gaboj, në 400 tash. Unë prap ta mora kështu. Ky është 3 vjeç maksimumi që është. Haaland, një sekondë. Pedri apo Zidane? Kanë për mua. Pedri. Më mirë se Zidane. E mbyll unë plafos më fare domethënë. Jo, emisioni se mbyll, po mbyll temën. Mirë, shiko tani se unë ta thash pak me kështu me shaka këtë. Dgjoj. Zidane ishte ai që është bëri super karrierë. Jo, do ta mbaroj, bëri super karrierë. Por Pedri ka kapacitet për të kaluar nivelin e Pedri bre tash Amano Pedri. Ka kapacitet po. E mirpresim telefonatën e radhës. Alo. Po shtoj Muhamet nga Paris i vogël. Ku jeve se po na mungoj be Muhamet. Si u merr Muhamet? Ju kapa. Mirë. Ktu jemi ne. Tani jemi këtu bëna qytet Kosovës. Muhameri është Muhamer, prit pak, më fal tash. Ti Muhamer, je tifoz futbolli apo se vetëm në stadium çdo ndeshje ti? Është tifoz futbolli. Po me këto. Futbolli është popullor. Kur është ka qenë futbolli më i bukur? Domethënë në vitet para 20 vitesh apo sot? Para vite në vit, atëherë ka qenë futbolli luajë me pasion, kërse tani futbolli luhet me lek. Shikon Petri. Fol me këtë. Po kurit në çfarë vite? Para 90 ta. Ku s'kishte futboll fare. Që apo vite në vit. Tani ka filluar është pjesë faz futbolli. Po s'po të para, po s'ka
nuk ka skuadra të mirë. Kurse atë skuadrat i nxjerrin shkollat, edhe vazhdon skuadrat të mira. Çdo gjë me pasion. Po, nuk e di nëse ke një mendim për Kombëtaren apo për Skënderbeun? Po për Skënderbeun ka mendim. Ha, jepi. Për Skënderbeun po të të mëgjeshë, që po bëngë të kote e full, të javë në fundit, që të marrë ajo dhe që bërë një Gjirokasë, i këtë të 0, ishte një super mëgjeshë. Po në Dhe po vazhdojnë kështu, kërë them se dhe të jari bajës në superiorës. Po, një parashkim për ndeshjen kundër Lushnjës? Ku kemi këtu apo jashtë? Pas nesër në stadiumin tonë në orën 2. Në Korçë fitore e domosdoshme. Po, unë them se 2-0. 2-0. Mirë, Muamer, të përshëndesim. Ju përshëndetje ti të marë. Gjithë të mirat. Vazhdojmë aty ku ishim ne. Të ku vazhdojmë? Te Pedri. Me lojtar tjetër, mirë se ta tash me provokima atë se dinja reagimin tënd. Po, thua një lojtar tjetër. Sa të duan, sa ka. Po unë të thash Alan apo Ronaldo apo Ibrahimovic. Alan të thash unë. Alan ti po të marr me këta të kesh shumë të tjerë nga. Shiko, Alan Ibrahimovic ka debat. Zidane Pedri, unë të thash që Pedri është akoma në fillim të karrierës, është vetëm 21 vjeç. Mund të bëhet shumë më mirë. Yamal mund të bëhet më mirë. Yamal po më që mund të bëhet më mirë se Ronaldinho, se Ronaldinho 2 vjet, 3 vjet karrierë ka pasur. Po që nuk do bëhet. Po mirë, më pse të thua kështu ti? Nuk do bëhet. Po pse? Fikën shpejt kam. Ora Alan din vjet ishte grop vjet. Se këtë vit sikur e ka marrë sa vetë. Po mirë, do ketë lojtari 1-1, po këta lojtarët që përmendi, lojtarët që përmendi Ronaldinho 3 vjet karrierë bëri 4. Bëri 3 se Ronaldinho ishte që në 2001-shin. Ronaldinho kapacitet. Që në 2002-shin te Brazili dhe deri në 2008-ën që erdhi te Milani ka qenë. Deri në 2006, pas 2006 mbaroi Ronaldinho, mos ma trego mua Ronaldinho. Po mirë, ti mbaroi, po nuk ore ai dhe te Milani 3 sezone i bëri fantastike dhe la shumë kujtime të veçanta për domos për ne tifoz. Champions League aty te Milani, kështu që. Po mirë, filloi ndryshuan gjërat. Jo, do ta bëjmë një emision ikas me krasime. Jo, më thuaj edhe një tjetër ti. Një lojtar. Jo, më thuaj ti një ndonjë të sotmi, nga këta që pëlqejnë ti, se unë 2 janë sot. Do të thënë 3 Yamal ose 2 janë si më në emra të mëdhenj. Yamal dhe Haaland që janë yje botërore. Po jo mos është edhe Mbappé. Po Mbappé është, po edhe Mbappé ka ca sezone që do fiket do. Ka lojtar shumë të tjerë. Po nuk krahasohen. Kush është thuaj ti? Po ka mund tik për këtë. Dembele. Që fitoi topin art. Po jo më shart Dembele. Po kush? Po ka më lojtar sa të duash që mund të krahasohen pa tjetër. Ora atëre fiton Dembele fitoi. Okej, më krahaso. Fituesi topit art. Rodri. Turpi zoti, domethënë ta fitoi Rodri topin e Ars edhe mos e ketë fituar Iniesta dhe Xavi. Le të telefonoj kush të dojë dhe thotë që unë e kam gabim. Po dakord, po matet me sezon ajo, matet me sezon. Me asgjë matet më kot. Iniesta dhe Xavi kishin fatën e keq, kishin ata alienin në ekip edhe. Ky është niveli i futbollit sot. E kupton, e fiton Rodri, e fiton Dembele. Po fiton Rodri, ta fitojmë edhe Dembele se kanë bërë sezon të shkëlqyer. Përse? Krahasoj pra nivelin. E fiton te Kakan 2007 dhe krahasoj kush është më mirë. Po mirë, unë krahasoj. Shevchenko apo Dembele? Dakord bre. E fitovi dhe Modric topin art. Super lojtar. Po, fitovi dhe Ribéry, super lojtar. Nuk e fitoi. E mori me Ile Ronaldo. Shikoj, mos lese dalëm nga skaleta. Jo, më po të them këtë që këta i kanë të gjitha mundësitë më dhe nëse sot është kështu, nëse bën një super sezon të mirë, e fiton më topin e art. S'ka asnjë gjë. Jo, më do ta fitosh se ky nivel është, jo se ky nivel është sot, mos ke konkurrencë fare. S'ka konkurrencë. Atëre po ti shikosh hapi dhe shikoj 3 finalistët që ishin në garë për të fituar topin e art. Sot gjë kjo pra. Sot është e shpërndar, është më shumë. Nuk ke nivel, po le tash. Mirë tani. Nuk ke nivel Petrika. Po ka nivel, ka shumë nivel të madh. Ashtu janë, këta janë sot. Ti krahason me ata që kanë qenë më përpara, po mirë kanë qenë shumë herë më të mirë kanë qenë. Aman kanë bërë një sezon të mirë dhe meritojnë të shpallën fitues topit të art. Edhe Dembele e meritonte. Do meritonte se luajti mirë atë sezon, shumë mirë. Këtë vit që vjen do ta marr Lionel Messi topin e art, se do marr botërorin, do fitoj botërorin. Do të japi edhe një të fundit. Kush do jap? Botërorin? Jo, topin art mo, të japin edhe një të fundit. Po fitoj botërorin, le të japin, do të japin normalisht që po, është 70%. Ja 3-4 i mori kot këto të fundit ai. Po tashi kush është kot? Ai që fitoi botërorin? Po, amano tash. Apo ajo 2020-s. O Petrika. Kush më ishte kot? Tani sa ka 8 ka Messi 7. 8 ka topat art, ha. Infinity. Po ti marrësh kështu bëhet ajo. Infinity. Ha, po tash nuk flas dot e ti. Po se është lojtari më i miri të gjitha kohërave bre.
Jo, më mirë, nuk ka diskutime edhe kjo. Ka diskutime edhe kjo. E lash tani do ta bëj si ty, e lash tani nuk flas më. Po, më patjetër. Është një lloj si shta shumë për Petrin me Zidane. Jo, për mua, jo mos e më qejemi kështu. Për mua lojtari më i mirë, absolut, i të gjitha kohërave në futboll është Ronaldo fenomeni. Me 5 vite karrierë, me 4 vite. 53 të kishte një të bën. Si broja është, edhe njëri në gjuhë. Po tani, po një lojtar që nuk e vërtetoi që mund që ishte shumë i mirë, një lojtar që nuk vërtetoi në karrierë. Ose vërtetoi më karrierën ai. Është shumë i mirë, absolutisht më nga fusumues më të mirë në botë. Jo më i mirë të gjitha kohërave. Më i mirë të gjitha kohërave është ky lojtari këtu që po flas unë, që ka 18 vite në nivele të jashtëzakonshme futbolli. Messi. Edhe sot vazhdon, domethënë në Amerikë bën nami. Spektakël. Po, të kënaq. Pardije. Me fshatra. 2 gola ande. Pse me fshatra? Mo të gjithë lojtarët në Meksikë ai ke. Meksikanë dhe amerikanë. Ka futboll Amerika, mo tash çana tregon Petrika. Po s'ka patur e s'ka për të patur, ande luajnë futboll me dorë, di atë handbollit. Prit tani, një sekond. Tani, lojtarë Amerika Jugore ka prodhuar, dëgjom. Amerika Jugore ka prodhuar gjithmonë lojtar, Argentina, Brazili, Paraguay, Uruguay, gjithmonë super lojtar ka prodhuar. Po. Në futbollin e Amerikës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e lojtarëve i kanë në Amerikën Qendrore, Meksik, Costa Rica, Porto Rico, Emirat, zbrit edhe poshtë në Brazil, Argentinë, Ekuador, Kolumbian. Shikoj formacionin e një ekipi të Amerikës, domethënë të Major Soccer League të SBA-s. I ke të gjithë lojtarët, kështu siç po të them unë, një këte. Nuk ka edhe nga Europa tani, vitet e fundit pak. Kjo është plus akoma më i madh. Dhe kështu unë po të them që aty ka një lloj niveli futbolli. Unë nuk e ndiq një. Ore, nuk e ndiq. S'ka fare sepse përderisa ata investojnë kaq shumë para vitet e fundit, do sjellin dhe lojtarë cilësor. Sigurisht. Por që nivel nuk ka. Mua më kujtoi ta deklarata e Ibrahimovicit në 2 sezone apo një më duket. Te Los Angeles. Kur s'kishte këll që Ibrahimovici nxirte llafe. Disa gola ka bërë, bëri janë 35 gola në sezon ai. Dhe ju tregoj aty, tha Kuriku, tha tani shikoni prap handball sa se bollpad. Po erdhi Messi tani, po shikojnë akoma më shumë. Unë nuk e shikoj, ka qenë shumë akoma vazhdon me Messin më tani. Pritoj një sekondë. Po nuk ka me Messi. Një minutë bre, tani të them diçka. Unë nuk e ndiqja. Major Soccer League kisha të njëjtin mendim si ty. Që nuk ka futboll, edhe në Arabi s'ka futboll. Si i kishim ato që dëshëm. Tani, shkoj Messi aty dhe unë fillova ta ndjek. Po. Se i tifoz i Messit, po jo se i tifoz i kampionatit amerikan. Po dam një minutë. Po ti po e ndjek për Messin, po ti për Messin po e ndjek. Po gjatë vitit të kaluar un pash dhe rivalet e Messit, pash edhe kundërshtarët. Çfarë shikon atje? Shikoj. Messin ke qejf ta shikosh më. Po çfarë? Po çfarë thua ti më unë? Kemi telefonat apo jo? Të rish natën zgjuar për të parë Messin, është fat i madh më. Për ty që je tifoz. Alo. Ja për ty që shikon asgjë. Përshëndetje. Tash ti do ta ndajmë diskutimin. Ndaj. Po jo mos ti shikoj asgjë, tash çe ke këtë shikon asgjë. Çfarë shikoj? Par bollë. Ti s'ke par Messin. Komentoja këtë momentin e fundit të këtij lojtarit më të mirë të botës. Të gjitha kohërave për ta. Po, të gjitha kohërave. Unë fakt jam brazilian. Po, mbi Messin vetë Perëndiash. Jam dakord me ty. Mi mirë se Ronaldo fenomeni, e? Po çfarë vetëm Perëndia është mbi Messi. Mirë, përderisa e thua këtë deklaratë kaq të fortë, ka qenë shumë i mirë. Shumë të mirë kanë qenë. Po mbi Messin. Po nuk krahasohen o zotri, se unë nuk e di ku, që nga po na telefonon kush je, më fal. Po nuk krahasohen, nuk kanë krahasim. Shiko tani, ta them diçka unë që mos bëj. Shiko, Petrika është një djalë pasionant që ndjek futboll rregullisht dhe mirë bën. Dhe ashtu edhe Juve ndoshta jeni tifoz tua i Brazilit. Kur kam pyetur mbrojtësat më të mëdhenj në botë, Maldini, Rio Ferdinand, John Terry, Nesta e me radhë, dhe kur të thon ata që mbi Ronaldo fenomenin që janë përballur kundra edhe Messit, edhe të gjithëve të tjerëve, kur e thon ata, unë, Petrika dhe ti zotri, kot la fosë. Një sekond. Po koto këtë një sekond. Vini të flas zotria, do të flas unë pastaj. Po 5 vite lojti tani. Kush? Po le ke një vit le të ke lojë. Thon ata, më thot Maldini, që mbi Ronaldo nuk ka. Tani kur e ke parë, sa ndesh e ke parë të Messit ti? Po Messin unë e kam parë që në 2006 kur nisi futbolli. Edhe si kur e shikon Messin, kur nuk shikoj më në 2018. Ti kur shikon Messin, të del do një lojtar tjetër. Iku se më. Ndjes. Nëse kemi të nxehtë debatin në studio. Okej, atëherë. Se mos jemi në fund, jo kemi. Dgjoj. Atëherë kur ke parë Messin,
Se ke parë dhe Ronaldon e ke parë gjitha këta. Si ka mundësi të thuash që ka një lojtar tjetër përveç ti. Po e kanë thënë nuk dua ta uni natë fare mo. Ne të dy shiko, ne të dy kemi preferenca personale. Ronaldo fenomeni thotë. Po nuk ka të bëjë atë. 4 vjet lojti, 2 vjet gjuri, njëri gjuh, njëri tjetri gjuh. Po ai kur fitonte topin e orës në 2007-ën, në 1999-ën, në 2002-shin, këta të tjerët s'te kishin ide ç'bëjë mo. Po kush të tjerë? Po të tjerët mo, gjithë futbollistët e tjerë. Se Messi filloi në 2006-ën. Si 5 vjet karriera ai mo. Ai në 97-ën ishte te Barcelona. 97-ën. 98-ën erdhi te Interi. Bëri domethënë humbi finale përballë Francës. 2002-shin e fitoi me Brazilin, ishte viti timi i mirë dhe pas 2002-shit ai nuk u pa më. Po mirë, jo mo luajti 4-5 sezone super te Real Madridit ai, si stu po. I thoni një karrierë pothuajse 10 vjeçare, shumë e mirë e këtij futbollisti. Si 10 vjet të dëmtuar të dy gjunjë. Se lot Messi ka 20 vjet sa vjet që luan dhe duket kaq i mirë, sepse ky është niveli i futbollit sot që them unë. Dhe ti se pranon. Po Messi ka filluar në 2006 atyre kur ti. Po kur e filloi Messi në 2006, kush e fitonte topin e artë? Kush dilte më miri në 2006? Në 2007. Mirë tani ky zotria e tha shumë bukur. Mbi Messin. Po për ju që jeni tifozë. Ne mos zotri se je në një studio të dy të flasësh me domethënë pa tifoz, jo si tifoz. Po ti po fles si tifoz. Po jo më unë nuk flas si tifoz, më unë shikoj futbollin e nea dhe kam parë çdo ndeshje të Messit. Po të them po se je tifoz i Messit. Po si kabre. Po normal që ti e pranon. Po unë shikoj Messin, unë nuk shikoj dot një lojtar tjetër në nivelin e atij. Asnjë. Ta kam thënë unë. Është Messi, ka 10 vende bosh, pastaj mund të vijë Ronaldo, Zidane, Ronaldo fenomeni. Janë gjithë këta njëherë pastaj është Messi. Ka 10 vende bosh ore. Jo, janë ja 10. Jo, janë ja 10 nga këta ti përmend unë të vit. Po më përmend një. Po janë ja 2 përmend. Po më të bësh meme, haj se kam shumë qejf të bëj. Po mirë, mi përmend një këta 10 më të mirë se Messi. Ta përmend kur e kanë thënë Maldini, Nesta, Ferdinand, Maldini kanë thënë kur ishte në formë ai. Ja urdhro, titri. Përshëndetje. Alo. Po. Jam shkëlqime të mora vetëm për Messin të mora. Jam shkëlqimi. Na thuaj. Messi ka qenë jongler edhe beze jongler. Po. Po, edhe Ronaldo, për kë Ronaldo thot ai, Ronaldo në Brazilit thua vlla? Të Brazilit, të tjetri atë se jo fare atë tjetri. Dgjoj. Ronaldo i Brazilit, dgjoj, më fal pak pa afrojmë afër televizorit. Ronaldo i Brazilit është njeri më i kulturuar në botë. Njeriu më i kulturuar në botë është më fisniku nga futbollat, i qeshur ku bën gol. I qeshur. Po. Edhe Messi nuk diskutoj, unë nuk i ndaj të dy ata. Kush ka qenë më mirë? Ata janë spishi futbollit të dy bashkë. Janë spishi futbollit të dy bashkë. Patjetër, to janë çështje çimi. To janë çështje preferencash personale mo, nuk më vjen kështu. Ja do ta mbyll, muhabet do të them diçka. Po çfarë duash ta s'mambush dot mendjen. Mirë. Natën çimi. Natën çimi. Tani, ja se tani më kujtua se ma humbe mendjen, më çove në jo ja ta shpjegoj unë tani. Ta shpjegoj unë tani. Ti thej kanë thënë për Ronaldo Maldini gjithë mbrojtësat okay. Tani në intervistë vet fenomeni i tregonin lojtar dhe i thonin Ibrahimovic ka qenë më i mirë se ti ose mendon se është më i mirë se ti? Jo, tha, normalisht unë jam i mirë. E dëgjove si tha zotria. Prit një sekond, prit një sekond. Tha i vun përpara Drogban, i vun gjithë ata lojtarë përpara. Jo, tha, dhe kur tha pastaj Messi, ka qenë Messi. E pranoi vetë ai. Po tha, Messi. Sepse donte të tregonte një lloj modestie ai që mos bëhesh se si i miri. Jo, mos modesti. Kush kupton futboll dhe kush shikon futboll dhe kush është i, domethënë, kush e shikon pastër futbollin, pa patur atërmbetje ose nuk e di se ti ke atërmbetjet e Messi. Kush e nuk ka ngjitur Milan Barcelona 2013 tani edhe. Jo, më fare. Nuk unë Messi më pëlqej shumë. Atë tjetrin jo, Ronaldon portugez. Shumë i mirë është. Atë nuk kam më simpati. Po Messi ka 10 vende bosh pastaj vin këta. Janë 10 futbollistë botror, pastaj fillon. Po mirë thon 3. I 11. Thon 3. Zidane, Ronaldo edhe tani unë nuk i kam Maradona. Po patjetër, shumë më të mirë edhe këta të tjerë. Po ashtu kanë që më kanë shumë më të Maradona. 3-4 vite, jo më shumë. Po ti e ke mendjen te Messi tani dhe nuk ta ndryshoj dot tash i kod. Po jo bre nuk është puna të më ndryshosh. Po ke patur lojtar. Nëse ke një pikpamje të qartë dhe gjaktoktë dhe nëse e shikon futbollin ashtu si duhet par futbolli, nuk thua dot që ka lojtar më të mirë se Messi. Absolutisht asnjë nuk është më i mirë se Messi. Ore, po ta them si
preferencë personale, ka shumë herë më të mirë se Messi. Po nuk e ke ndjekur bre. Messi no. Nuk e ke ndjekur. Po se ke ndjekur se s'ka mundësi që ti të thuash këto fjalë. Nuk ka mundësi bre. Do t'i dërgoj video në Instagram tani. Do të më bësh mute në Instagram se do të dërgoj vetëm reels. Kur e kam parë Messi që nga 2006 që nisi të shfaqej deri në 2018. Edhe që ka lojtar më të mirë tjetër se Messi. Po patjetër më që është Ronaldo fenomeni i pari, po të thon, pastaj më ndoshta i dyti është Zidane, pastaj ndoshta vjen. Ti the ka një vit. Po mirë ka, edhe vit. Po ku ka shans të ketë lojtar më të mirë se Messi as? Domethënë kështu se kupton futbollin atëre, se kështu i bie. Kështu mendoj unë. Nuk e kupton siç duhet futbollin. Nuk kuptoj futbollin kur them që Ronaldo fenomeni është më mirë se Messi. Po. Okej, mirë, mbyllim me këtë deklaratë dhe ata që na ndjekin e bëjnë kemi telefon. Jo, s'kemi telefonat, jemi në fund tani. E mbyllëm. Kemi ardhur në fund të emisionit, kemi premtuar një rubrikë me nostalgji me Do ta bëjmë besoj. Kështu që jemi në fund të emisionit, do të lëm takim të njëjtën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.